Ky shejtan i cili përshkruhet që është el-Khannas, pra që zhduket, sepse shejtani me përmendjen e Allahut të lartësuar, atëherë largohet dhe zhduket. Në hadithin e saktë, hadith që e përcjell Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyre, hadithi Abu Hurairës radhiyallahu anhu, profeti alayhi salatu wassalam thot, kur thirret ezani, shejtani largohet, zhduket. Sepse ai nuk e do përmendjen e Allahut të lartësuar. Nuk e pëlqen diçka të tillë. Kur mbaron ezani, prezanton përsëri. Dhe një herë tjetër kur thirret ikameti i namazit, atëherë përsëri zhduket dhe largohet. Dhe pastaj, pasi thirret ikameti, prezanton përsëri dhe fillon dhe hedh sytjet në hatrin, në mendjen e njeriut gjatë namazit. Dhe i thot njeriu në namaz që kujtoje këtë gjë, pra gjërat të cilat si ka pas kujtuar më parë, kujton gjërat dhe përmend gjërat që interesojnë apo gjëra që si interesojnë ndoshta gjatë namazit. Derisa, pra, namazliu nuk e di sa rekate ka falur. Pra haron. Ja merr mendjen shejtani. Ka fal 3 rekate apo 4? Ka fal 2 apo 3?